Pas tragjedisë në hotelin e Vlorës, flakët përpin një tjetër resort turistik në Sarandë. Pas zjarrit të mbrëmshëm në një hotel në Vlorë, një tjetër resort turistik është përfshirë nga flakët në Shqipëri. Mëngjesin e të dielës, flakët kanë përfshirë resortin Mesopotam Agroturizëm në rrugën Sarandë-Syrikaltër. Sipas zjarrit, ky resort është bërë shkrumbehi, por nuk raportohet për të lënduar. Sipas informacioneve paraprake, zjarri ka rënë rreth orës 05:30 të mëngjesit të kësaj të diele, u përhapur flakët në ambientet e resortit dhe duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale e duke djegur plotësisht strukturën. Për momentin nuk dihen shkaqet e rënies së zjarrit. Pritet që hetimet dhe verifikimet në vend zjarrit përcaktojnë se çfarë ka shkaktuar flakët. Ky resort konsiderohet si një prej investimeve më të rëndësishme turistike të realizuara vitet e fundit në këtë zonë.